La ilaha illallah, edhe u përqendruar në këtë. Masi thosh la ilaha illallah, edhe turrësh duke bën zina, duke bën immoralitet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai I cili vazhdon thot në immoralitet, masi ka thënë la ilaha illallah, imani I hik thot, fluturon. Sa të vazhdoj duke kryer vepër, imani fluturon nga shpirti I tij, nga trupi I tij, nga goja e tij, nga zemra e tij. Edhe masi ke thonë la ilaha illallah, edhe I rrejnë njerëzit në peshorët, vallahi nuk ban. Për shembull, Allahu xhelle xhelaluhu thot, kujdes, veilul lil mutaffifin alladhina. Mirë ato që peshojnë dhe që masin keq. Po kush? Ata që nuk thonë la ilaha illallah. Jo ata që thonë la ilaha illallah, kur? Pse? Çfarë do thot? Nuk ka tjetër përveç Allahu xhelle xhelaluhu, që meriton të adhurohet, që ka pushtetin, ka kuvetin mbi gjithçka. Atëherë apo e kupton që vepra jote e keqe apo imi e keqe do të dalë përpara Zotit. Atje do llogaritet. Atëherë si mundesh me rezistu? Pra bën me I rrejt, me I mashtru njerëzit, masi ke thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ka ardhur një njeri para Umerit Allahu më shëroft. Umerit dihet që ka qenë një nga shokët e afërt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jo vetëm kaq, masi Ebu Bekri Allahu më shëroft ka kaluar prej kësaj jete, e ka drejtuar umetin islam për rreth 10 vite e disa muaj. Edhe gjatë drejtimit të umerit, njerëzit e kanë kap një njeri që ishte mosbesimtar, I lufton dhe musliman. Edhe I thot, ja sjellin omenit se ishte shumë I rrezikshëm. Ai ishte dhe magjistar I fort. Pra gurët, kur I kaptën dorë, thoshin la ilaha illallah. Edhe ato njerëzit që ishin përreth ishin habit. Edhe e bin të komeni. Thot, unë do të ekzekutoj, thot, se je mashtrues. Ai I kërkon një gotë ujë. Ja bin gotë në ujë. Thot, a jam I sigurt, derisa nuk e kom pikët gotë ujti, a më sigurohet tjetë apo I thot. A e derdhi gotë në ujti. Do thonë nuk e piu. Pra normalisht ishte I sigurt. I meni thot, unë nuk të falë, thot, sepse po t'ishte nga ata thot që ke thonë la ilaha illallah do të kisha falë. Po ti s'ke thonë la ilaha illallah dhe unë nuk pranoj thot që të mashtroj një I jo besimtar. O vëllezër, ai cili I futet në këtë fjalë, tham hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do ta shohin xhenetin këtu në dynjë, para se me I dal shpirti, do ta kuptoj që është prej xhenetlivet. Por me kusht që kësaj fjale me ju përmajt. Nëse do hajrin e shtëpis, familjes, vetes tënde, thuj la ilaha illallah. Çfarë do të duhet në këtë jetë? Çfarë nuk të shkon në këtë jetë, ta dish se ke problem me fjalën la ilaha illallah. Mos e tradhto fjalën la ilaha illallah duke u bashkuar me shumicën e me ju mshu haramit. Mos e tradhto. Se në këtë botë nuk ka hajër, nuk ka mirësi, nuk ka begati përveç se tek fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Allahu xhelle xhelaluhu edhe librat qellor pranoi ka bru. Për me na kallëzu fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe pejgambert për këtë erdhën. Edhe xhamiat për këtë janë, për fjalën la ilaha illallah. Kjo normalisht është shumë e lehtë me thonë. Bila Allahu xhelle xhelaluhu ka bën mrekulli, edhe për personin I cili kësaj fjale I ka ra hasha gjithë jetën. Por aty nga fundi I jetës është kujtuar me thënë la ilaha illallah. Pra krejt fjalët që nxjerr njeriu nga goja duhen shumë shkronja. Ndërsa kjo nuk I bëjnë lazëm buzët, as me I hap as me I bashku. La ilaha illallah. E shikoni? Domethënë vetëm kjo gjuha
e shqipton edhe është më e lehtë. Pra, edhe në momentet funit që do t'jetë njeriu mo që ato në festet s'ka fuqi ti çoje ti marrë. La ilaha illallah. E thot shumë lehtë. Pra sa do e ron ti të gjendja, edhe në momentet kur do të kaloj për kësaj jete, këtë fjalë ka shumë të lehtë me thonë. Omeri Allahu më shirov, e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot: "Ja Rasulullah, kur të hyn banesën e varrit, a do të jem me këtë mend që kam këtu në një?" Po i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me këtë mendje do të jetë thot. Atëherë tha: "Vallahi unë do të dëshmoj të dhën banesën e varrit, la ilaha illallah." Edhe në banesë varrit. Edhe një nga pyetjet që do t'i drejtohet robit, kush ishte Zoti jot? A dëshmove ndonjë kur ishe atje? Po kam dëshmuar Zot. Si ke dëshmuar? La ilaha illallah. Kërkojnë përgjigje me lekt. Ka do që të shkosh. Rri me këtë fe, kthehesh ke feja të parit, ke feja të mramnit. S'ka fe të parë, fe të mramnit. Njerëzit o kanë qenë me fe, o kanë qenë pa fe. Pra o kanë qenë besimin e Ademit a.s. dhe gjithë pejgamberëve të tjerë, ose krejt pa fe. Këta mendojnë se po më qifen, po kthehem ke feja të parëve, pak me lehtë ajo. Pse? Me këpuc, pa abdes, pa ula, pa ushpla, pa namaz, pa agjerim, pa asgjë. Pa kthehem atje, s'ke ku shko. Po se kishte në avantazh atje, se për shembull gjithë ato objekte të tjera të kulteve të tjera i ke edhe me alkool më në, edhe me ven, plot aty. Edhe me immoralitet i ke. Ma mirë atje, shkojmë shohim të xhamia, s'ka asgjë në xhamia. Që vetëm kjo, fjala la ilaha illallah. Që kjo me të bardhë këto. Asgjë tjetër, më çka ka më? Asisen, nga këto gjonet e haramet e gjonet e këqij, jo si ka. Sepse e ka kuptuar ehli sunneti. Na sqaroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha s'ka Allah, pallavër Allah që po ka la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe dahet. Personi që beson, personi që nuk beson. Përmbahu. E morë për sipër këtë fjalë, mos e tradhoma. Përmbahu. Me të gjitha mundësitë që t'i kalon Allahu xhelle xhelaluhu, edhe mos kërko asnjë send më për dërmon, për hoxha, për tjetër, absolutisht do të kesh Allahun që do të prej. Fa'lam ennehu la ilaha illallah. Dije, mësoje se nuk ka tjetër përveç Allahut që meriton të adhurohet, krijuesi absolut, sunduesi absolut, i poshtetshmi absolut, që do t'i dorëzohen të gjithë krijesat ashtu siç i ka kriju, edhe do t'i dorëzohen Allahut xhelle xhelaluhu. Unë s'po them gjë tjetër, besoj se të gjithë e dini, por me ju përmbajt. Me ju përmbajt. Pra, mos e ke vendos imanin, besimin në zemër tënde, mos e tradho. Largohu të nga të këqijat, pastroje veten, çlirohu nga opinionet e nga këto, si do të them, nga këto henat që s'të ndahen këne nga trupi, nga me thojtë atyne që hajde pak me ne, ja, mas të rathomo. Kam thënë la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Edhe Allahu do zbresi begatit, mirësit e dy jetëve. Pa ajo që është më e mirë, do zbresi begatit e xhenetit, i cili edhe ky është krijuar bashkë për këtë fjalë. Po dhe xhenemi është krijuar për mohimin e kësaj fjale. Domethënë ata që e mohojnë, Allahu na ruaj, do kenë pjesën e vet në xhenem, Zoti na ruaj inshallah. Ela ina sanal kalam wa ablaga nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Alam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.